Përshëndetje të nderuar dhe shikues mirëserët, në jashtë kontrollit jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të martave mbetemi tek gjeopolitika. Kam të ftuar si gjithmonë dy miq të emisionit, po në rastin konkret kam në studio Olsi Jazexhiun, studiues. Olsi, kënaqësi që të kam. Dhe mikun e emisionit Dritan Goxhaj. Dritan, kënaqësi që të kam. Dritan, do ta nisim sërish me planin për paqen, i cili duket se domethënë secila palë, si Europa, si Ukraina, si Rusia, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, le të themi po japin kontributin e tyre. Në çpik të këtij plani jemi dhe sa gjasa ka që kur thonë po japin kontributin e tyre, po e bënin sikur palët janë marrë vesh tash, no? Edhe po shpejt do firmosin planin. Nuk ka kontribut në këtë mes. Pra secili po paraqit vetëm me përjashtim të rusëve që s'po paraqesin asnjë plan. Pra rusët kanë deklaruar totalisht dje nëpërmjet Ushakovit, pra këshilltarit të Putinit, që plani i paraqitur nga ana e Bashkimit Evropian asgjë diskutohet fare, pra asgjë hyn për diskutim, asgjë e shohim fare. Pra shumë shkurt, pra këtu s'ka kontribut, ka përjashtim totalisht. Kurse plani amerikan ka deklaruar që ka bazë për të biseduar. Kjo është deklarata zyrtare e djeshme e Ushakovit, pra nga ana e rusëve. Po pra pak një takim Gjenev. Takimi në Gjenev ishte si gjitha takimet që kanë bërë në çdo vit ose çdo 6 muaj në Gjermani, kur kanë mbledhur këto 54 vende që ndihmojnë Ukrainën, pra është takimi i vendeve që ndihmojnë Ukrainën, nuk ka asnjë ndryshim nga ai takim. Edhe në takim janë mbledhur për të dhënë ndihmë ushtarake dhe për të vendosur çfarë veprimtarie do ndjekin në luftë kundër Rusisë në Ukrainë, kurse këtu janë mbledhur për të bërë një secili idenë, pra amerikanët kanë paraqitur planin e tyre, evropianët me Ukrainën së bashku kanë paraqitur një plan vete, një plan tjetër të tyre. Pra baza e këtij planit evropian është kryesisht baza amerikane, por ka ndryshime në pika dhe ka hequr ca pika, pra nuk është se ka ndonjë diçka. Dhe këtu nuk është çështje kontributi, këtu është secila palë. Evropianët duan që të zënë një vend në tavolinë e bisedimeve në rast se do të ketë nesër bisedime. Pra të jenë firmëtar nesër të një marrëveshje paqe dhe të vendosin ato çfarë ata duan vendosin, pra europianët po tentojnë të bëjnë një Minsk të tretë, ashtu siç bën Minskun 1 dhe Minskun 2. Dhe po mundohen të fitojnë kohë në të gjithë këtë Minsku çfarë është Dritan? Minsku është marrëveshja e Minskut e 2014 dhe marrëveshja e Minskut e 2015 e bërë atëherë me kërkesën e europianëve, një marrëveshje paqe midis Ukrainës dhe forcave separatiste që ishin në Donbas dhe Lugansk. Po. Marrëveshje të cilat treguan që ishin vetëm për të fituar kohë, pra për të mashtruar Rusinë për të fituar kohë, gjë të cilën e deklaroi edhe Merkel edhe presidenti francez François Hollande, cilët ishin garantuesit e kësaj marrëveshje të Minskut 1 dhe Minskut 2 në 2014-2015, duke dalë me deklarata publike në para një viti, duke thënë që po Minsku u bë për arsye që të jepnim kohë Ukrainës që të riorganizohej, të riformatohej, të riforcohej, të ristrukturohej si ushtri dhe të ishte gatshme të përballej në luftë me Rusinë nesër, gjë që po ndodh. Njëjtën gjë po duan të bëjnë edhe tashti, të njëjtën gjë duan të bëjnë europianët edhe në këtë rast, pra duan të ndalojnë luftimet aty ku janë, pra një armë pushim, dhe të riorganizojnë ushtrinë në Ukrainë, se ta riformatojnë atë, ta rifurnizojnë atë, ta ristërvisin atë, pra ta stërvisin, s'ka më çfarë ristërvisin, po ta stërvisin nga e para, të marrin aq kohë sa ju duhet atyre kur ta shohin ata të arsyeshme që është e gatshme për luftë, kur të jetë e gatshme për luftë, pastaj të fillojnë sërish luftën me Rusinë. Kjo është qëllimi i këtyre evropianëve. Pra mundohen të përfitojnë kohën në mënyrë që ta çojnë Ukrainën të luftojë deri në ushtarin e fundit të Ukrainës. Pa deri në Ukrainën e fundit, këta kanë vendosur që të luftojnë. Pra jemi evropianët. Pjesa që duan thjesht të fitojnë kohë, nuk kemi edhe amerikanët janë në pjesën që duan të fitojnë kohë për arsyet e tyre politike, nuk e kanë hallin te Ukraina dhe as te Rusia, sepse nuk i intereson shumë amerikanëve as Ukraina as Rusia, pas Evropa, për arsye se nuk prekin ato gjëra. Por aktualisht amerikanëve ju intereson të fitojnë kohë për çështjet e tyre politike brenda në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi Trumpi ndodhet në pozita shumë të vështira, ndodhet në një presion të madh nga disa senatorë të fuqishëm brenda Senatit Amerikan, nga të dyja palët, pra të majtë të djathta dje, pra republikanët dhe demokratë, të cilët i bëjnë presion për ndihmuar maksimalisht Ukrainën, për të marrë pjesë në luftën kundër Rusisë, për të marrë sanksione të tjera, për të marrë veprimtari të tjera dhe Trumpi kërkon të fitojë kohë ndaj këtyre duke propozuar një marrëveshje të tillë paqe, e cila mund të hyjë në diskutim. Diskutimi pastaj mund zgjasë 6 muaj, 9 muaj, një vit, është diçka tjetër dhe ti duke zgjatur diskutimi, njëkohësisht zgjatet edhe lufta dhe duke parë ndryshime terren, shumë pika do të bien, shumë gjëra do të ndryshojnë. E qartë. Olc, a jemi drejt mbylljes luftës në Ukrainë, nisur nga dalja për herë të parë këtij plani, sepse Lavrovi e tha sot që pas takimit në Anchorage,
midis Trump dhe Putin, ky ishte, le të themi, produkti i parë pas atij takimi, pavarësisht se tek ne nuk ka ardhur në formë zyrtare, po ka ardhur në formë jo zyrtare. Si e vlerëson këtë moment? Tani, plani prej 28 pikash që njihen ndryshe si plani i presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, për personat që e kanë lexuar, përbën pak a shumë një përpjekje e Trumpit për t'i imponuar ukrainësve që të kapitulojnë. Plani parashikon që Ukraina do të njohë aneksimin e Donetskit dhe Khersonit nga rusët dhe të Krimes, ftofjen apo ngrirjen e konfliktit në rajonin e Zaporizhjes dhe një rajon tjetër. Ukraina, sipas këtij plani 28 pikësh, duhet që ta reduktojë ushtrinë e saj nga 800.000 në 600.000 ushtarë. Do ketë një amnisti për gjitha palët dhe Ukraina do zotohet që nuk do i bashkohet NATO-s, por mund të hyjë në Bashkimin Evropian. Mund ta përdori lumin Dnipër për të bërë tregti dhe për dalë në detin e Zi. Do më thëmë pak a shumë çfarë nënkupton plani 28 pikash i presidentit Trump është që Ukraina do të tërhiqet nga lufta. Por, sikur tha dhe më herët, kjo gjë duket se nuk do të ndodhi, që edhe presidenti Trump dhe i dërguari i tij special Steve Witkoff kanë bërë një propozim që rusët e kanë mirëpritur. Problemi është që evropianët dhe në veçanti britanikët në ditët e fundit kanë marrë në Gjenevë, nëse jam gabim, Zelenskin, jo nuk ishte në Gjenevë, ishte Marco Rubio, nëse jam gabim. Por domethënë Zelenski ka dalë me deklaratë për shtyp që ka thënë pak a shumë që ne do vim me kundër propozimin tonë, që do të thotë që britanikët dhe evropianët nuk do ta lejojnë që të bëhet kjo lloj paqeje. Nga që të bëhet një gjë e tillë, ky do thotë fundi i luftës në Ukrainë. Por si britanikët, si francezët, si gjermanët e refuzojnë këtë. Sepse domethënë pranimi i këtij pakti do thotë që gjithë kjo luftë që ka ndodhur nga viti 2022 deri tani po vjen pothuajse 2026 edhe pak javë, edhe pak muaj, i bie që perëndimi dhe Evropa do dali pala e humbur. Rusia do të gëzojë territoret që i ka aneksuar, së bashku Krimen. Rusia do të sigurohet që Ukraina nuk do të hyjë në NATO, nuk do lejohen, domethënë me sa pashun në plan që të vinë avion të huaj ushtarak në Ukrainë, dhe plani në letër nuk duket i keq. Por problemi është që si britanikët, si evropianët, po bëjnë çfarëdo lloj gjëje që është e mundur, që mos ta lejojnë këtë plan që të finalizohet. Tani, pse po këmbgul presidenti Trump kaq shumë për këtë plan? Unë dyshoj se kjo është pjesë e marrëveshjes mbi Sirinë. Për personat që kanë parë dokumenta, disa i kemi shfaqur edhe në emisionin tuaj, domethënë, rënja e Sirisë ishte një pazar ndërmjet amerikanëve dhe rusëve. Ishin rusët ata që mundsuan pushtimin e Damaskut në bashkëpunim me Turqinë, që pak a shumë e arrestuan Bashar al-Assadin dhe e larguan dhunshëm nga Siria dhe ja dorëzuan Sirinë Al-Qaidës, domethënë Turqisë edhe NATO-s. Dhe unë mendoj që presidenti Trump dhe këta zionistët, Jared Kushner, Steve Witkoff, kokat e mafjes zioniste që sot sundojnë amerikanët, kanë pak a shumë një farë borxhi moral ndaj Rusisë për t'i ofruar asaj paqe. Por me që Rusia i dha mundësinë në Siri. Ishte pazar. Domethënë Rusia dorëzoi Sirinë dhe unë me sa kuptoj, Rusia pret që të marrë Ukrainën. Por mua britanikët dhe evropianët nuk do ta lejojnë, sepse duke e lejuar këtë gjë, do thotë që Rusia fitoi luftën. Dhe kjo luftë që nisi në 2022-shin, ku vendet perëndimore, duke përfshirë edhe Shqipërinë, kanë shpenzuar
miliarda dollar, i bien që gjitha këto investime pas kanë qenë kot, dhe Rusia fitoi. Çfarë do të prodhonte gjeopolitikisht, Olës, nëse Rusi do të pranojë ky plan dhe Rusia, le të themi, do të fitoj luftën, po ju citoj juve në rastin konkret? Gjeopolitikisht do thotë që Ukraina do kthehet në Afganistanin e Evropës. Domethënë, ashtu sikur sovjetët që shpenzuan me miliarda dollar gjatë pushtimit të Afganistanit dhe si përfundim dështuan dhe u tërhoqën, e njëjta gjë do të jetë edhe për Evropën. Evropa ka shpenzuar miliarda dollar dhe pyetja është kush do t'i paguajë këto borxhe? Afganistani çoi në rrëzimin e Bashkimit Sovjetik. Dhe Ukraina po thua do të çojë në shpërbërjen e jo, nuk do ndoshta nuk çon në shpërbërjen e NATO-s, por do të jetë një dështim i madh, se domethënë që prej luftës në Afganistan ku sovjetët humbën duke u përballur me aleancën perëndimore dhe islamike të asaj kohe, Pakistan etj. etj. Kjo do të jetë një humbje e vendeve të NATO-s dhe një tërheqje, domethënë një humbje gjeostrategjike për NATO. Dritan, po. Nuk qëndron ajo që thoni ju, për arsye shumë të thjeshtë. Para Bashkimi Sovjetik ngurna për shkak të Afganistanit, pas kishte lidhje rënia e Bashkimit Sovjetik me Afganistanin. Bashkimi Sovjetik ra për shkak të garës armatimit që e futi Shtetet Bashkuara të Amerikës, e futën në një kurth, në një qorë sokak, të cilën nuk mundi dilte dhe nga ana ekonomike përfundoi me kovë në pus, si kovë në pus, për shkak të ekonomisë. Në Afganistan u thye. Jo, nuk u thye në Afganistan, atëherë po t'i shihni dhe po ta lexonim qartë historinë, do ta shihni që forcat ruse nga Afganistani u larguan me marrëveshje me qeverinë aktuale afgane që qëndronte atje, dhe qeveria afgane qëndroi edhe 2 vjet në pushtet, ajo qeveri që ngritën rusët atje pasi u larguan rusët. Dhe rusët nuk u larguan si u larguan NATO me bish në shal për 7 ditë edhe lanë gjithë armatimin atje, po ikën me ceremoni. Pra bën parad, gjithçka u larguan normalisht, të rregullt i morën gjithë armatimin e tyre dhe i lanë aty do linin qeverisë afgane që lanë atje në pushtet. Dhe qeveria afgane që lanë rusët qëndroi edhe 2 vjet, rezistoi edhe 2 vjet vet, ndërsa qeveria afgane që lanë NATO qëndroi vetëm 1 muaj, pas 1 muaj talibanët vetëm e morën. Pra, i kemi 2 gjëra ndryshme dhe historinë e keni lexuar gabim. Tani dalim te pjesa çfarë efekti do japi për Europën? Nuk për Evropën e ka dhënë efekte, s'ka çfarë efekti. Evropa ka humbur totalisht. Evropa po mundohet të gjejë një vend të saj pranë Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi Evropa kishte 3 vjet, kishte të gjitha mundësitë që të bëhej bashkëpjesëtare në këtë tavolinë paqe, të mbante marrëdhënie diplomatike, nuk po themi të mbante ambasadë, po të mbante marrëdhënie diplomatike në mënyrë që bisedimet të shkojnë pavarësisht luftës, të bënte të njëjtën gjë që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës pavarësisht angazhimit në luftë në Ukrainë, lidhjen diplomatike e mbajtën me Rusinë, kurse evropianët hoqën dorë nga kjo lidhje diplomatike dhe e militarizuan edhe diplomacinë. Pra nuk kanë më asnjë qasje, asnjë lidhje ndaj Rusisë. Dhe çështja e evropianëve me Rusinë ka mbaruar. Pra ata që u prekën më shumti nga të gjitha budalliqet që bëri Perëndimi dhe Bashkimi Evropian, pra Bashkimi Evropian me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me sanksione, me gjitha janë evropianët. Amerikanët nuk preken nga sanksionet, nuk kanë asnjë gjë tjetër. Sot për risodhin Memoria Anchorage, takimin në Alaska. Po, atje ka zbër tjetër bisedë. Konsideroj këtë një produkt bazuar në frymën e atij takimi. Rusët pra rusët po përgjigjen në mënyrë diplomatike. Në mënyrë diplomatike ata po thonë që neve këtë plan nuk e pranojmë, por ama ka bazë për të biseduar. Pra nuk jemi kundra asnjë bisedimi, nuk jemi kundra asnjë propozimi që jeni juve, po hajde ta diskutojmë. Por këtë propozimin tuaj nuk e bisedojmë, se ky propozimi bën Trumpin mbret të botës. Pra është Trumpi, sepse nëse keni parë një pika, pika 22, 24, a pika 26 fare, më duket thotë përcaktosh që çdo lloj vendimi që do të marret nëpërmjet një komisioni që udhëheq Trumpi. Kuptoni, kjo është marrëzia më e madhe e botës, që thotë për tashmë rusët që janë fitues në luftën në Ukrainë aktualisht, gjithçka të varet atje. Paratë e rusëve ti menaxhoi Trumpi, si doi Trumpi, sepse kështu e ka atje. Të gjitha gjërat. Pra, por pse rusët e pranojnë çështjen që ka bazë për të biseduar ky program? Çfarë biseduar në nuk e di se çfarë biseduar në Korez, po pse them që ka bazë, sepse në Korez baza kryesore është ky plan përmban 2 pika kryesore, të cilat janë në 3 pikat e tjera që kërkojnë rusët prej fillimit. E para, Ukraina jo në NATO, dhe ky plan i Trumpit e ka si pikë të veçantë që Ukraina nuk do të hyjë në NATO, plotson atë kërkesën. E dyta kanë denazifikimin dhe është një pikë, pika 23, nuk e ta 19 thotë që të gjitha vemtarit naziste, neonaziste, gjitha do të shuhen në Ukrainë, pra denazifikimi, pra janë 2 pikat kryesore. Dhe pastaj vim te demilitarizimi. Demilitarizimi mbetet për të diskutuar. Pse mbetet për të diskutuar? Sepse pavarësisht se aktualisht sot Ukraina ka 850.000 forca.
Dhe amerikanët thonë 600.000. Okej, mbetet për të diskutuar. Ne hymë në bisedim, dhe si ta dash, ky bisedim mund të zgjasë 6 muaj, 9 muaj, po derisa të mrinë 9 muajshi, këto 850.000 forca kanë mbritur 400.000. Pra ti skema të kapacitet që kanë letër. Kupton? Dhe ja mund që vendos kushte. Prandaj ndryshimet i përcakton terreni. Dhe prandaj rusët kanë bazë me këtë, sepse kjo e tyre ka 2 pika nga 3 pikat kryesore që kanë përcaktuar rusët. Pra, qëllimi i tyre politik i luftës prej 2022-shit. I ka 2 pika po. I ka 2 nga 3. Kush është të pika qëllimit që politik. mungon? Pika që mungon është demilitarizimi. Pra, demilitarizimi. Kurse plani evropian thot Ukraina në NATO, plani evropian thot forca paqëruajtëse evropiane në Ukrainë, gjithë ato pra. Prandaj ata nuk e diskutojnë fare planin evropian. Dhe doli Ushakovi dhe tha që është i padiskutueshëm se e përjashtoi fare. Prandaj bazohen te amerikanët. Takimi në Abu Dhabi që pritet bëhet midis sekretarit të ushtrisë amerikane Dan Driscoll. Po është një takim i paralajmëruar. Me që na kujton ishte para takimit i paralajmëruar. Ai paralajmëruar ishte i paralajmëruar për arsye se që kur u nis takimi i parë është bërë në Ukrainë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e lajmëruan që sekretari i ushtrisë amerikane Driscoll dhe shefi i shtabeve të përgjithshme të ushtrisë amerikane vajtën në Ukrainë dhe kanë qëndruar një javë në Ukrainë. Dhe që kur u vajtën atje, kur mbritën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan që është në vazhdim atje, pra do shkojnë atje dhe më pas duan të shkojnë edhe në Rusi. Pra ishte takimi planifikuar. Por takimin fillisht do mbahet në Dubai dhe pastaj më mbrapa ata mund të zhvendosen në Rusi. Pra kjo është për të bërë bisedime në Rusi. Pra nuk është një takim që erdhi për shkak të kësaj. Ishte përpara kësaj e deklaruar. Takimi sepse ata vajtën përpara kësaj. Nuk kemi të bëjmë me zhvillime. Jo, nuk kemi të bëjmë me zhvillime si pasojë e kësaj, kemi të bëjmë me zhvillime së bashku me këtë, sepse ata vajtën në të njëjtën kohë që u paraqit plani i paqes, në të njëjtën ditë vajtën edhe ata në Ukrainë. Udhëtuan në Ukrainë. Dhe në një ditë u bë edhe deklarata nga zëdhënësi i Pentagonit që janë në vizitë në Ukrainë dhe me qëllim që do rrinë një javë dhe pas një javë pastaj kjo vizitë duhet të përfundojë në Moskë. Kjo është deklarata e tij. Pra domethënë që është parashikuar që e qartë. Olc, te Anchorage më intereson ta vendos të themi fokusin edhe në këtë pyetje. Foli Lavrov tha është në frymën. Ajo që ka propozuar Donald Kraft nëpërmjet Witkoffit është në frymën e asaj që ne ram dakord në Anchorage. Pra, cila të përpiqemi të kuptojmë, domthonë, cila është fryma për cilën dy, le të themi, superfuqitë ushtarake të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia sot ran dakord. Fryma e takimeve që ndodhen në Alaska, në Anchorage, ishte pak a shumë që do të jepet fund luftës. Do jepet fund luftës? Do të jepet dhe domethënë amerikanët me rusët do të nisin një marrëdhënie të re, një aleancë të cilën presidenti Trump e ka deklaruar që përpara se të zgjidhte president, kur bënte fushat elektorale në vitin 2024, ku qëllimi i Trumpit është që ta marrë Rusin nga Kina dhe ta ketë në krahun e saj, nga që është sigur kemi thënë edhe në herë të tjera, kërcënimi më i madh sot për Amerikën dhe Perëndimin nuk është Rusia, nga që Rusia nuk ka potencial ekonomik që ta kërcënojë Perëndimin përveç ushtarakut, por problemi është Kina, nga që Kina është duke fituar betejën globale, është duke ekonomitë perëndimore janë në krizë, perëndimorët nuk e kanë më monopolin e kontrollit të globit, dhe Kina është duke i marrë influencën perëndimit në gjitha cepat e planetit. Dhe domethënë fryma e Anchorage-it është jo për personat që njohin edhe mentalitetin e Trumpit, Trumpi është një supremacist i bardhë, është një racist. Dhe sipas Trumpit bota duhet të sundohet nga të bardhët. Bile nëse keni dëgjuar në deklaratat e tij kur ai flet me keqardhje për Ukrainën, thot aty për ditë thot vdesin, domethënë nuk e di, nuk më mbaj mend ta ka përdor termin të bardhë apo jo. Po ai ndjen keqardhje. Për ditë vdesin njerëz sot ka vdekur. Po janë këta ushtarët e bardhë, domethënë kjo raca e bardhë, që domethënë aty ai thotë çdo javë vdesin nga 5000 deri në 7000 fine persons, persona mrekullueshëm. Dhe Trumpi domethënë sigurisht e ka shpallur edhe në deklaratat e tij, ai e shikon këtë luftë si një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e qytetërimit të bardhë. Po shikoni politikat e tij që lufta kundër emigrantëve të palishëm, mbështetja që jep boerëve apo këtyre afrikano-jugorëve të bardhë, kërcënimet që bën kundër myslimanëve në rend global,
mbështetja që jep Izrael dhe zionizmit, ai është pak a shumë një supremacist i bardhë. Dhe ai e shikon Putinin si pjesë e aleancës që duhet bëjnë këta supremacistë të bardhë që jetojnë në veriun e globit tonë, kundër asaj që përpara 80 vitesh do quhej the yellow peril, apo e keqja e verdhë, që vjen nga Azia. Dhe për Trumpin kjo është fryma e Anchorage. Kjo është fryma e Anchorage dhe Rusia, a ka rënë dakord Rusia që le të themi ta braktis Kinën për t'ju bashkuar asaj fryme për cilën sot foli Lavrov? Për hë jo, gjasat nuk janë, se domethënë Rusia pa Kinën është e mbaruar, por duhet kuptojmë diçka në planin prej 28 pikash të presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës, një nga pikat e parafundit diçka, thuhet që në rast se do vendoset kjo marrëveshje për paqe, Rusia do reintegrohet. Po, reintegrim në sferën perëndimore. Biles do futet edhe në G8. Domethënë çfarë do thotë kjo? Ata duan që domethënë Trumpi ka thënë se Trumpi është person që flet hapur, ai ka thënë që kur bënte fushat që ideja e tij është ai do të shkatërrojë BRICS-in. Që BRICS-i përbën një kërcënim madhor për qytetrimin perëndimor dhe në veçanti për racën e bardhë. Dhe për atë, domethënë, ai biles edhe ka akuzuar këtë Joe Bidenin kur bënte fushat elektorale që thoshte ky është personi që neve na shkatërroi strategjinë tonë, ku Rusin që unë jam munduar ta kem në anën tonë, ky na e bëri armike. Edhe normalisht kalimi i Rusisë në krahun e BRICS-it, Kinës, Indisë etj. Është një problem shumë i madh gjeostrategjik për qytetrimin perëndimor. Dhe ai e shikon, domethënë Trumpi e shikon politikën botërore me sytë e një supremacisti që jeton në veriun e planetit dhe që ndihet i kërcënuar nga ky pushtimi i popujve të Afrikës dhe të Azisë. Dhe Trumpi ndan pak a shumë të njëjtën, Putini ndan pak a shumë të njëjtën filozofi. Përpara disa javësh Putini dha një deklaratë që thoshte ne ndërsa përballemi në Rusi me krizën demografike, nga që rusët nuk shtohen, ne nuk e shohim solucionin te marrja dhe importimi i popujve të tjerë. Domethënë, Rusia, ashtu sikur edhe Orbani në Hungari, nuk po e hapin vendin në mënyrë masive ndaj asaj që quhet si quhet është një term dritan se harrova në anglisht, the replacement theory apo teoria e zëvendësimit. Se dëgjoj, zgjedhjet më të fundit në New York, ku ne kemi Zohran Mamdanin, një indian, musliman, shiit, i lindur në Afrikë, u bë ndoshta njeriu i dytë më i rëndësishëm i Amerikës, fitoi zgjedhjet si kryebashkiaku i New Yorkut. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që raca e bardhë po e humb dominancën e saj. Domethënë, në këto momente, nëse shohim atë shikimin historik afatgjat të historisë qytetërimeve, ky është momenti i pushtimit barbar, perëndimit. Domethënë, ashtu sikur fiset gjermanike në shekullin e 3, 4 dhe 5 pushtuan Romën dhe më në fund erdhën ostrogotët edhe fiset gjermanike me Alarikun, që se gaboj emrin, që pushtuan edhe Romën dhe edhe vran atë perandorin e fundit të Romak, në një farë mënyre Amerika sot dhe perëndimin përgjithësi përballet me pushtimin që vjen nga Azia dhe domethënë Trumpi e shikon Putinin si atë të fundit të mohikanëve, nëse të përdorë këtë term figurativ, për të mbrojtur. Ne duhet të mbrojmë qytetërimin tonë dhe nëse keni dëgjuar për shembull zëvendës presidentin J.D. Vance kur ka ardhur në Evropë, ai ka thënë Evropa është shkatruar, ka thënë s'ka më qytetërim evropian, sepse ne barbarët, myslimanët që vim nga jugu i planetit, ata na shohin si pushtues. Dritan, në përfrymën e Anchorage është sërish pyetja. Lavrov e risolli sot, siç e thash edhe më parë, a mendon se ka një frymë dhe një dakordsi midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, sigurisht për
të shkëputur që Rusia të shkëputet nga Kina, se ky është thelbi debatit. Për shkëputjet e Rusisë nga Kina ose nuk bëhet frymë për këtë, sepse neve po e bëjmë të sikur është kjo gjë më e thjeshtë e dynjas. Të rëndëm që fryma është diçka tjetër, bashkëpunimi është komplet diçka tjetër. Fryma e Ankorezhit është fryma e bashkëpunimit ndërmjet Rusisë dhe Amerikës, e marrit vesh e vënit gjitha marrëdhënieve diplomatike, e vënit çdo lloj gjëje. Pra kjo është fryma e Ankorezhit për cilin flet Lavrovi. SBA dhe Rusia që ridan të gjithë rivendosën arkitekturën e re të botës. Nuk rivendosën asnjë arkitekturë të re të botës, nuk u rivendos asgjë në Ankorezh, se për të zhvendosur do kishim parë dhe në këtë aspekt. Jo, duke në dytë botërore këto ishin dy fuqit, po nëse gjithsesi. Po, problemi është tillë që fryma ka të bëjë me çështjen e bashkëpunimit dhe të hapjes të marrëdhënieve diplomatike dhe të kanaleve diplomatike. Pra gjithçka duhet diskutuar, hajde diskutojmë. Kjo është fryma. Kurse për çështjen e shkëputjes nuk ka të bëjë me shkëputjen. Askush nuk e shkëput dot Rusinë nga Kina ose Kinën nga Rusia. Ajo çka po duhet të bëhet është që jo të shkëputet Rusia nga Kina, sepse është e pamundur, por duke hapur Rusinë, pra ajo pika që tha Olsi, që thot për të hapur edhe në tregjet e tjera, pra për ta futur në tregjet evropiane, për ta futur në gjitha. E para është për nevojat e tregut evropian. Pra ajo çfarë ka menduar Amerika është që me heqjen e gjitha sanksioneve, Evropa është e lirë nesër të blejë atë gazin e lirë, atë naftën e lirë, atë të gjitha ato lëndët e para të lira që i duan Evropës për të ringritur ushtarakisht, sepse Evropa nuk mund të ringrihet sot ushtarakisht. Kuptoni sot një predh që artillerie në 155 mm që në Evropë para luftës kushtonte $850, 850 euro copa, sot kushton 8500 euro. Për shkak se mungon kjo lënda e parë e lirë që dje merrte nga Rusia dhe nga Kina, sot nuk ka ku e merr. Dhe heqja këtyre sanksioneve është në shërbim të Evropës. Dhe duke e futur këtej, ç'a bën? Atëherë Rusia, duke qenë se nuk ka prodhime pafundësisht. Pra edhe ky prodhimi i gazit edhe i naftës e gjitha është i limituar sepse aq janë kapacitetet e prodhimit, atëherë duke ja marrë këtë sasi gazi që i nevojitet Evropës, mbetet Kina me gjysmën e sasisë, dhe duke mbetur Kina me gjysmën e sasisë, Kina do të ketë një ngecje në zhvillimin e saj ekonomik, sepse duke marrë gjithë sasinë e gazit që prodhon Rusia, gjithë materialet e lëndës parë që prodhon Rusia, atëherë Kina merr një zhvillim super zhvillim ekonomik. Por që ta ndalësh këtë zhvillim ekonomik, duhet që t'ja heqësh këtë pjesë, pra, ti heq gjysmën e prodhimit dhe ja kalon Evropës. Pra kjo është qëllimi, jo shkëputje, po ndalim të Kinës së shkëputjes është e pamundur, sepse në rast se do të shkëputesh, atëherë ti duhet të garantosh se ku do ta shesi ky tjetri. Rusia nuk beson më Evropën që po shkëputem unë nga Kina dhe do të më blesh ti mua të gjitha këto. Jo, sepse Evropa nesër po sërish thosh vendos nuk ti blej, fut sanksionet dhe Rusia vdes. Pra nuk ka çështje besimi më. Kina i ka treguar besimi ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian ka vdekur, pra nuk ekziston më besimi ndërmjet këtyre dy entiteteve. S'ka më fare, nuk ekziston. Fryma ekziston midis Amerikës dhe Rusisë. Pra kjo është fryma. Dhe nuk bëhet llaf për çështje, pra këtu bëhet llaf që BRICS-i rrezikon hegemoninë amerikane, jo qytetrimin perëndimor, sepse BRICS-i nuk është në mënyrë hegemonike, pra të shkojmë të pushtojmë vende, pra nuk kanë qëllime këto vende të pushtojnë, siç po bën Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat po rrëzojnë qeverira, pra kjo është hegemonia, por rrezikon hegemoninë perëndimore. E para, e dyta, Trumpi ka një problem edhe me memorien, ka një problem edhe me gjeopolitikën. Gjeopolitikën nuk e njeh, memoria se duket i ka ikur në drejtim paditur. BRICS-i është themeluar në vitin 2009. Dhe Rusia është një nga themeluesit e BRICS-it. Pra nuk ka Joe Biden, pavarësisht se akuzon Joe Bidenin për arsye të veta politike të brendshme, po nuk ka ndodhur në kohën e Joe Bidenit. Dakor. BRICS-i, kupton ti? Ndërkohë, Orc, kalojmë pak tek nëse s'kemi diçka për shtuar për situatën në Ukrainë, kalojmë pak tek lindja e mesme, tek vrasja e shefit të shtabit të Hezbollah në Liban dhe le të themi mungesën e një kundërpërgjigje, qoftë një reagim apo qoftë një paralajmërim, qoftë nga Irani, qoftë nga vetë Hezbollahu apo qoftë nga Huthit, le të themi, të bën përshtypje sepse deri dje ishim mësuar me këtë idenë që sa herë ndodhte një ekzekutim i tillë, ka patur një reagim të jashtëzakonshëm nga të gjitha këto entitete që unë përmenda. Si e vlerëson situatën? Vrasja e Haitham al-Tabatait është një humbje e madhe për Hizbullahin. Është ndoshta humbja më e madhe që prej sulmeve të shtatorit të vitit 2024, nëse jam gabim, kur Izraeli u vrau sekretarin e përgjithshëm Said Hassan Nasrallahin. Por do të kuptojmë diçka se me sulmet e suksesshme që bëri Izraeli kundër Hizbullahit, që nga sulmi me
me ato biperat ku vrau ndoshta plagosi rreth 4000 veta. Dhe më pas duke vrarë gjithë udhëheqjen e Hizbullahit me krye Said Hasan Nasrallahin, Izraeli e ka dobësuar shumë Hizbullahin. Dhe që nga nëntori 27, nëse s'jam gabim, i vitit 2024, kur Hizbullahi hyri në armëpushim me Izraelin, Hizbullahi po mundohet që të riorganizoj veten. Po gjatë kësaj kohe, sikur ne e dim, Izraeli ka patur fitore të reja, dhe fitoria më e madhe do t'i vi pothuajse 2 javë pas armëpushimit me Hizbullahin, kur rusët do të shesin Asadin, dhe NATO nëpërmjet Turqisë dhe Al-Qaidës do të rrëzoj Bashar al-Assadin. Rënja e Bashar al-Assad dhe Siris ka qenë rënja më tragjike e Iranit, ndërsa që nga lufta Iran-Irak e vitit 1980-1988, kur Irani edhe do të pushtojë disa territore të tij nga Iraku i Saddam Huseinit. Dhe kjo është, domethënë, dështimi më i madh strategjik. Tani, pyetja juaj është pse nuk përgjigjet as Irani, as Huthiit, as Hizbullahi? Përgjigjja është e thjeshtë. Duhet të kuptojmë që Hizbullahi, ashtu sikur Hamasi, kanë qenë pjesë e asaj që ushtria izraelite e quan rrefi i zjarrit që Irani ndërtoi për rreth Izraelit. Dhe ky rreth zjarri, i cili domethënë nisi me intensitet shumë të madh nga viti 2003 deri në vitin 2025, e futi Izraelin në një krizë shumë të madhe ekzistenciale. Dhe pika më e madhe e kësaj krize ishte data 7 tetor 2023, kur Hamasi arriti që të thyej ushtrinë jugore të Izraelit dhe të pushtoi territori izraelite. Dhe por pas armëpushimit të nëntorit 2024, ku Hizbullahi u dërmua, fal edhe spionazhit të sofistikuar Izraelit, Hizbullahi është munduar që të rindërtojë vetveten, dhe duhet të kuptojmë diçka që Hizbullahi nuk është në pozitë që të kundërpërgjigjet, sepse Hizbullahi sot nuk është më Hizbullahi që ishte përpara 7 tetorit të vitit 2023, kur kishte një sistem komandimi të mahnitshëm, kishte raketa që drejtoheshin drejt Izraelit dhe mund ta kërcënonin dhe ta bombardonin Izraelin në mënyrë masive në çdo momente. Dhe vrasja e Haitham al-Tabatait, edhe pse është një tragjedi për aksin e rezistencës, bile dje lexova që garda revolucionare iraniane ka premtuar hakmarrje për vrasjen e tij. Strategjikisht nuk përgjigjen dot. Nuk përgjigjen nga që duhet të kuptojmë që vrasja e Haitham al-Tabatait është pjesë e luftës së madhe kundër Iranit dhe boshtit të rezistencës. Nëse Hizbullahi do kundërpërgjigjet, Izraeli do shkretëtojë edhe më keq jugun e Libanit deri në Beirut, ndërsa strategjia e Iranit që të paktën që nga viti 2006, kur ata e detyruan Izraelin që të tërhiqet nga Libani, është që ne duhet ta armatosim Hizbullahin, ta mbajmë të gatshëm, dhe në një moment që Izraeli do të na godasi neve, ne do ta përdorim Hizbullahin që të kundërpërgjigjemi. Dhe kjo është strategjia e Iranit, se duhet ta kuptojmë që domethënë nuk është Haithemi i rëndësishëm. Vrasja e Haithemit nuk është problem i madh. Ka me mira persona që e zëvendësojnë Haithemin. Me rëndësi ka infrastruktura që Irani ka ndërtuar brenda Libanit, me reparto komando, me raketa nëntoksore e tjerë, të cilat Irani kërkon që t'i përdori në një moment rreziku. Në luftën e qershorit vitit 2025, lufta 12 ditore, Irani nuk e përdori Hizbullahin, edhe pse Hizbullahi historikisht u ndërtua për atë punë, nga që Irani i ka dhënë kohë Hizbullahit, do që situata të jetë sa më e paqe në Liban, në mënyrë që Hizbullahi të rindërtoj tunelet dhe në një moment të një kundërsulmi masiv ata ta përdorin atë. Që pritet në fakt. Që pritet, dhe domethënë tani për personat që po ndjekin lëvizjet e Netanyahu në ditët e fundit, është se edhe pse përpara disa javësh ne patëm në Sharm el Sheikh
ashtë të quajturën marrëveshje të paqes ndërmjet presidentit Trump dhe botës muslimane në lidhje me Gazën. Izraeli nuk ka ndaluar në asnjë moment bombardimet, si në Gaza, ashtu dhe në Liban, por bombardimet nuk janë të një shkallë masive, dhe strategjia iraniane është që të rindërtoj përsëri Hizbullahin, meqense Hamasi ka dalë jashtë kontrollit dhe nuk e rindërton dot më, që ta ketë aty si armë rezervë në rast të një lufte. Dritan, si e shikon këtë që po ndodh në Liban? Shikon, në radhë parë mua më vjen keq që Olsi që mbahet si antizionist është duke folur këtu propagandë zionisto-fashiste. E para Hezbollah, po. Hezbollah nuk e krijoi Irani për ta përdorur kundër Izraelit, po Hezbollah u krijua në Liban si ushtri çlirimtare kundër pushtimit izraelit të 80. Pra nuk ishte i krijuar. U krijua pas pushtimit izraelit dhe luftoi kundër pushtimit izraelit. Pastaj interesat e Iranit që u ndërthurën është diçka tjetër. Po nuk u krijoi Irani për këtë arsye. Pra baza, këtë që thoni ju e thot Izraeli. Prandaj thash më vjen keq që po shpërndani propagandë izraelite. E dyta, vrasja e shefit stabit në aspektin strategjik dhe taktik është një humbje e madhe, por ama duhet kemi një gjë parasysh, që pas vrasjeve që ndodhi të Nasrallaut edhe të një pjesë të komandantëve tjerë, ky shef i stabit që u vra ishte nga të fundit që kishte mbetur, për arsye se në mbledhjen në cilën morin pjesë atëherë Nasrallau dhe ky nuk ishte pjesë, sepse kështu është parashitë protokolli. Pra shefi i stabit nuk merrte pjesë në mbledhje dhe nuk ishte pjesë e asaj, pasi edhe ky do kishte vdekur në atë bombardim. Po ky nuk ishte pjesë e asaj mbledhje. Dhe ky shpëtoi, dhe ky është i fundit nga garda e vjetër e Hezbollahut që ka mbetur gjallë dhe këtë njihnin. Pjesën tjetër të gardës nuk e njohin. Që mbas vrasjes së Nasrallaut, Hezbollahu ka ndryshuar komplet strukturën e saj organizative dhe komanduese. Për çdo komandant, në radhë atëherë kishte për çdo komandant një zëvendësues, tashmë që me vrasjen e Nasrallaut është bërë për çdo komandant 3 zëvendësues. Dhe 3 zëvendësuesët kanë të njëjtën ndjeni që ka edhe komandanti, pra komplet totalisht. Për të paraprirë kësaj sepse nxorën mësim nga psimi që bën. Pra për çdo komandant shefi i shtabit ka 3 zëvendësues. Shefi i shtabit ka 3 zëvendësues dhe të 3 zëvendësues kanë të njëjtën ndjeni për të gjitha operacionet që ka ndjeni edhe shefi i shtabit. Ndërsa më përpara nuk ekzistonte kjo. Më përpara kishin ndjeni të pjesshme për të kufizuar. Kurse tashmë pas asaj kanë ndjeni të plot për gjithçka. Dhe ky ishte thash i fundit i gardës që njihej nga izraelitët. Aktualisht izraelitët kanë një problem të madh. Nuk njohin kush janë komandantët e tjerë. Nuk e din fare kush janë. Dhe vran këtë për treguar, për ta përdorur për çështje publiciteti, për të thënë që shikon neve arrim godasim. Goditën një që e dinin kush ishte. Kurse të tjerët nuk i din, si din fare komandantët e tjerë, nuk e din fare ristrukturën dhe organizimin e ri të Hezbollahut. Nuk ka asnjë informacion me këtë organizimin e ri. E dyta, por kanë informacion që edhe pas rënies Bashar al-Assadit, Irani ka paguar para dhe kanë funksionuar kanalet e armatosjes të Hezbollahut sërish nëpërmjet Siris, duke paguar këta të Al-Qaidës që kanë marrë pushtetin. Pra janë paguar para, edhe Al-Nusra i ka lënë të kalojnë raketa, armatime, gjithçka. Me shumicë. Dhe e ka zëvendësuar një pjesë të madhe të arsenalit që humbi në luftën në një vjeçare me Izraelin, jo të tërën, po një pjesë të madhe dhe ka përmirësuar dhe çfarë? Irani ka ndihmuar që të përmirësoj largësinë e hedhjes së raketave. Pra, ka sjell specialistë të tij pranë Hezbollahut dhe nga Irani, ta Hezbollah kanë dhënë eksperiencën e tyre për përmirësimin e largëdhjes së raketave. Pjesa tjetër është që Huthët nuk kanë pse reagojnë për këtë punë, sepse Huthët hynë në këtë luftë për shkak të Hamasit, jo për shkak të Hezbollahut. Nëse i rrim asaj rrethimit zjarrit. Ajo rrethimi i zjarrit që thon ata, prandaj them e thon izraelitët atë. Dhe izraelitët thonë që ky është aksi i të keqes. Pra Hezbollah, Hamas, rezistencës. Po pra, ata i quajnë aksi i rezistencës, izraelitët quajnë aksi i të keqes ose aksi i zjarrit, kurse Irani quajnë aksi i rezistencës. Dhe quhet aksi i rezistencës për këtë. Huthit nuk hynë në luftë me Izraelin për shkak të Hezbollahut, hynë në luftë për shkak të Hamasit. Dhe kanë deklaruar që në rast se sërish Hamas do të luftë, sërish ne do të hymë. Pra jo për shkak të Hezbollahut. Dhe reagimi nga ana e Hezbollahut ka ardhur. Juve ne pretendojmë që reagimi të jetë gjithnjë ushtarak. Jo, reagimet nuk janë ushtarak, pra kanë evoluar ngjarjet. Dhe reagimi i tyre ka qenë politik. Reagimi ka qenë politik kur dje ka deklaruar në varrimin e këtij komandanti që u vra, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut deklaroi që këtë e mbrapa nuk pranojmë më asnjë lloj bisedimi, nuk pranojmë të diskutojmë asnjë lloj marrëveshje, asnjë lloj gjë, sepse ishin deri tash në marrëveshje me qeverinë e Libanit për të integruar Hezbollahut në ushtrinë aty për të bërë atë që kërkon amerikanët. Ata e dhanë vizë kësaj dje. Pra tash një mbrapa nuk ka më. Pra kjo ishte një reagim i madh i fuqishëm, pra një reagim politik dhe i kërkuan qeverisë Libanit, që qeveria e Libanit thanë të dali zot dhe ushtria libaneze të dali zot popullit Libanit ose ndryshe i dalim vet. Pra
Është një lloj ultimatumi dhe ky është një reagim i madh. Ky është reagimi i madh. Absolutisht. Okay. Mos prisni reagimin që siç thonë ata merr tit për tet. Pra, u hodh një raket, ka të hedhë raketa. Jo, ajo ndodhi se kishte gjatë pushim. Po, sepse ishte gjatë luftës dhe këtë armpushim, atëherë e njëjta gjë do të kishte ndodhur edhe. Ka një armpushim dhe gjatë këtij armpushimi, izraelitët e kanë shkelur armpushimin deri më sot 6348 herë, deri më sot që po flasim. Dhe Hezbollahu nuk ka reaguar politikisht, por nuk ka reaguar ushtarakisht. Sepse normalisht është edhe për çështjet e nevojave taktike, sepse çdo lloj reagimi ushtarakisht atëherë do të sillte një kundërpërgjigje më të fortë Izraelit. Dhe ata janë në fazën e ristrukturimit. Pra, shikoni, nuk të mjafton një vit për të ristrukturuar. Të mjaftojnë më shumë. Pra, ata janë në fazën e këtij ristrukturimit të madh. Pra, nuk ka mbaruar ristrukturimi i tyre. Dhe ristrukturimi i tyre është në të gjitha linjat dhe në të gjitha fazat, në të gjitha nivelet. Këtu është gjithë problemi. Dhe derisa të arrijë ky ristrukturim, normalisht edhe atyre ju duhet kohë. Okay. Pra, duhet ta kuptojmë në këtë aspekt, sepse ne shohim lufta nuk është gjithë një trimëri. Lufta është 10 hile një trimëri. Mos kujtoni se po doli do bësh 10 trimëri e një hile. Jo, ashtu do ishin vrarë gjithë. Gjithsesi 10 hile një trimëri, ta kemi parasysh. Ols, ndërkohë në Siri pas sot lajme ku kanë filluar protesta, ndërkohë me dritarin herë në fundit folëm për le të themi disa përplasje midis grupeve në Siri, ka një lloj kështu destabiliteti po tentohet të injektohet dhe duke e lidhur me ato që the ti, me faktin që Ukraina dhe Siria mund të kenë qenë pjesë e një marrëveshje shkëmbimi, si e vlerëson faktin që tani që del le të themi një plan për të mbyllur luftën në Ukrainë, fillon një përpjekje për të destabilizuar Sirinë? E para duhet që t'i përgjigjem patjetër. Ata që kanë bërë propagandë zioniste. Ndoshta keq kuptova, është e vërtet që Hizbullah u krijua për të shliruar Libanin. Domethënë është një prodhim vendas libanes. Po jo, ke të drejtë. Jo, ajo që ti the qëndron, nga që unë përdora argumentin e zionistëve. Pikërisht, si ata e shohin Hizbullahin. Okej, në rregull. E keq kuptova unë apo. Jo, s'ka problem. Jo, biles bëre mirë që ma vuren dukje. Por domethënë Hizbullahi është rezistencë vendase libaneze arabe për të shliruar territoret e tyre. Por në të njëjtën kohë është libaneze arabe shiite. Dhe shiite. Por në të njëjtën kohë është edhe pjesë e integruar e ushtrisë iraniane. Pra, jo, s'është pjesë e integruar e ushtrisë iraniane. Nuk është, se ti je pjesë do të thotë që do të thotë shkelësh pra po të ishte pjesë e integruar e ushtrisë iraniane, bie të shkelte kushtetutë e Libanit diçka. Është ushtri në bashkëpunim me ushtrinë iranane, po jo pjesë e integruar. Tani për mua de facto Hizbullah është pjesë e ushtrisë iraniane. Domethënë, biles paktën unë ndoshta nga që jam i influencuar se lexoj shumë mediat izraelite, biles Netanyahu kur u vra Nasrallahu dha një intervistë edhe thoshte mua më është dashur shumë kohë që të kuptoj që kreu i vërtet i boshit rezistencës nuk ishte Khamenei, por ishte Nasrallahu. Dhe ne dim do të thonë momentin që është vrarë Nasrallahu, është vrarë një general iranian. Ai paska sepse boshtin e rezistencës për herë të parë këtë bosh të rezistencës për herë të parë normalisht që Nasrallahu e ka publikuar dhe Nasrallahu e ka bërë thirrje për krimin e kësaj boshit të rezistencës. Dhe domethënë dhe e ka bërë bashkë me presidentin e Sudanit, cilët rrëzuan, i cili ishte ai i pari, Omar el-Bashiri, i cili ngriti 3 jotë për Izraelin. Pra këta të dy ishin ata që ngritën këtë bosh rezistence. Domethënë, ai s'pas ka mësuar historinë. Domethënë, të paktën sikur unë e shoh, është që Hizbullahi është pak a shumë pjesë e strukturës iraniane. Domethënë, garda revolucionare me Hizbullahin janë pothuajse apo ajo ushtria e Al-Qudsit janë pothuajse e njëjta ushtri. Dhe buxheti i Hizbullahit vjen nga Irani, hoxhallarët shumica që janë iranian, unë kam patur shansin që ta vizitoj Libanin vite më herët dhe kam parë domethënë që prezenca iraniane është, domethënë Khamenei dhe Khomeini janë më të famshëm në Beirut edhe në fushën e Bekës sesa janë në Teheran. Domethënë më Iran është Libani i Jugut sesa është vetë Irani. Ndërsa në lidhje me Sirinë është që dëgjoj, iranianët kur e mbështetën Bashar al-Assadin gjatë luftës civile nga viti 2011 deri në 2024
mbështetja iraniane për Asadin ishte pjesë e kësaj që po themi e boshtit rezistencës, nga që ata e shikonin Asadin si udhëheqësin e fundit arab që i thoshte jo Izraelit, se gjithë arabët duke filluar me Anwar Sadatin u bën tradhtar dhe e trashtuan çështjen arabe dhe islamike. Tani, rënja e Asadit që erdhi me pabesi, dhe unë të më thënë përmenda pjesë e pabesisë ishte edhe pazari i rusëve, nuk është fundi i historisë. Nëse ne njohim historinë iraniane, luftën Iran-Irak, betejë e Khorramshaherit e tjerë, Irani ka humbur territore në luftën 8 vjeçare me Irakun. Irakianët hynin, pushtonin, bides këta mujahidinët që kemi ne këtu në Manës me atë operacionin Javidan apo Mersad si kur e quajnë iranianët u futën e donin po marshonin drejt Teheranit. Domethënë lufta i ka këto. Në luftë ti humbet territor, fiton territor. Dhe kjo që ka nisur tani në Siri ka disa dimensione. E para është një rebelim brenda grupeve vehabite. Domethënë këto organizatat vehabiste të cilat mbështetën Ahmed al-Sharën që të vinte në pushtet dhe që luftuan gjithë këto vite kundër Asadit, këta u gënjyen dhe këta kur luftuan sepse domethënë këta njerëz janë të trushplar, janë ignorant, të cilëve u thuaj që ne do luftojmë kundër shiitëve dhe alevitëve nga që janë armiqtë e Islamit dhe do kryejmë një kalifat në Siri. Por ata që po shohin është Ahmed al-Shara ka dalë hapur, apo Abu Muhammad al-Jolani ka dalë hapur që ai është një agent izraelit edhe amerikan. Pra, e para, Ahmed al-Shara është shpallur qafir nga grupet gjihadiste që e mbështetën atë. Dhe unë duket e kam përmendur në një nga bisedat që kemi bërë nga Kuala Lumpuri, që ky ka filluar të luftojë grupet gjihadiste që nga Idlibi edhe deri në hyrje të Damaskut. Dhe ajo që po ndodh në ditë, biles po lexoja përpara se të hynim në studio, që luftimet e fundit kanë ndodhur diku në Hama. Në Homs, jo, ishin luftime, po ishin dhe si protesta. Dhe çfarë po ndodh? Po ndodh një rebelim masiv i këtyre veteranëve xhihadist, dhe duhet të kujtojmë edhe takimin që pati Ahmed al-Shara me ministrin e jashtëm kinez përpara pak ditësh, ku ai i premtoi atij që do i kthente 400 ujgur në Kinë. Dhe tani dhe ai direkte ky Haytham që është Asad al-Haytham që është ministri i jashtëm e përgënjeshtroi, tha jo nuk kemi thënë gjë të tillë, por të gjitha këto grupe xhihadiste po e kuptojnë e para që janë tradhtuar. E dyta po e kuptojnë që ky pas ka qenë një agent që hiqi sigurisht luftëtar i Islamit vehabit. E treta duhet të kuptojmë që tërheqja e grupeve të Asadit me në krye vllajën e Bashar al-Asadit, si harrova se e ka patur emrin, ndoshta Dritani mund të ma kujtoj, dhe e iranianëve nuk do të thotë divizionit të 22. Dhe kjo nuk do të thotë fundi i luftës. Domethënë këto grupet e rezistencës islamike për shlirimin e Palestinës thjesht janë tërhequr, shumë janë tërhequr në Irak apo në maljet e Latakias. Dhe kjo është, domethënë të gjitha dinin që kjo është thjesht punë kohe, derisa të krijohet ai potenciali për një luftë armatosur për të përmbysur agentin e Izraelit dhe të Amerikës që është në Damask, Ahmed al-Shara. Dhe Ahmed al-Shara ruhet nga amerikanët dhe do të kuptojmë edhe një fakt tjetër, e kemi përmendur më duket në një nga bisedat e tjera që bëm, që gjatë vizitës së Ahmed al-Sharës që takoi edhe Trumpin që i hidhte parfum, amerikanët kanë deklaruar që do ndërtojnë bazë amerikane në Damask. Pse do jetë kjo bazë? Kjo bazë do të jetë sikur janë bazat amerikane në Arabinë Saudite dhe në Kuwait dhe në Katar. Për të luftuar këto rebelim? Për të ruajtur këta diktatorët arab. Dhe prandaj do jetë baza amerikane aty për të ruajtur Ahmed Sharën dhe për luftuar arabët. Baza Dritan, si e lexon këtë, le të themi këtë rindezje? Ne kemi folur dhe herës tjetër, po merr për masa, ka filluar. Unë mendoj që neve si rinë nuk duhet ta shohim nga aspekti i dëshirave tona. Ajo sa është e vërtet, ajo një pjesërisht që tha Olsi deri diku që kemi të bëjmë me një person pranë kryet Sirisë, është vendosur një person i cili agent i cili u shërben të interesave amerikane dhe interesave të NATO-s dhe interesave të Perëndimit në Siri për të rrëzuar Bashar al-Assadin në mënyrë që Siria të dilte nga boshti i rezistencës, pra përzohet dhe t'i hapi rruga
të liroj ushtria izraelite për të bërë masakrat e saj ndaj palestinezëve dhe ndaj libanezëve. Dhe për të hapur rrugë pa Izraelit madh, pasi Siria ishte pengesa kryesore e Izraelit madh. Edhe për ta liruar Izraelin në mënyrë që nesër çdo lloj lufte, çdo lloj sulmi që ta bëj kundrejt Iranit, ta ketë shumë më të lehtë, duke bërë sepse Siria ishte pengesë për të bërë çdo lloj lufte kundër Iranit nesër. Pra, për këtë arsye, dhe aktualisht po e kemi, por ama duhet ta shohim edhe nga aspekti i Sirisë aktualisht. E vërtetë që është. Pra kemi një njeri të diskredituar. Shiko, kemi një njeri të organizatave terroriste, një kryetar të një organizate terroriste që i përket edhe Al-Qaidës, i financuar, i ngritur, i promovuar nga Perëndimi. Tashmë ai është bërë president i kësaj Sirie që është. Diktator. Pra, kjo Sirie që është. President, diktator. President është term shumë kështu domethënë. Po, ka detyrën e presidentit, pa atje gjithë diktator janë, se nuk ka të tjera, veç diktatura kanë lidhje me. Se në nocionin ton president është dikush i zgjedhur nga populli, domethënë, ai erdhi me pushk. Po më do kart. Unë po them detyrën zyrtare që ka. Dhe aktualisht ati duhet për të mbajtur një Siri unitare. Pra që të forcohet një Siri duhet ta forcojë unitetin e kësaj Sirie. Dhe si është problemi i unitetit të kësaj Sirie? Në këtë Siri jetojnë alavitët, shiitët, gjithë. Dhe deri ndje ka qenë propaganda e tyre, teoria e këtyre grupeve terroriste, idiote dhe ignorante ishte që ti vrasin me këta janë ato që thaur se janë armiqtë e Islamit, këta alavitët, shiitët e gjithë tjerët. Tashmë këta alavitë dhe shiitët, kur ky vjen në këtë detyrë që ka të president, gjithë ky perëndimi, por edhe një pjesë tjetër thotë që në rast se ti zotëri do financa, pra do ndihmë financiare që të mbash shtetin, ti duhet të respektosh këto minoritetet sepse nuk e kemi ne problem se ti deri dje i vrave i preve kokat, deri dje po ishte justifikueshme, po sot e mbrapa ne nuk e justifikojmë dot se qytetarët tanë prerjen e kokave të këtyre njerëzve. Dhe për këtë arsye, ai ka vendosur dhe po ndërhyn që këtyre njerëzve të mos ju priten në koka siç u priteshin deri dje. Dhe në momentin që ti e bën këtë, atëherë gjithë ata idiotët që vajten nga gjithë bota mbi këtë teorinë që ti vrasim këta shiitët dhe alavitët dhe gjithë, pra ti vrasim gjithë ta çfarë nuk janë sunit, sepse këta janë armiqtë e Islamit, tashmë këta ndihen të tradhtuar. Po në realitet, Al-Shara aktualisht është duke vepruar për interes të Sirisë, sepse po se bëri këtë nuk ka ndihmë, po se bëri këtë nuk i hiqen sanksionet, pra Siria zhbëhet si shtet. Dhe interesi i zhbërjes së Sirisë si shtet është interesi izraelit totalisht. Izraeli e ka për qëllim ta zhbëj, edhe Turqia ka për qëllim ta zhbëj Sirinë si shtet, që të marrin territoret e tyre. Dhe ç'a bëri Perëndimi? Këto media të cilat janë në kontrollin zionist, pasi u bë takimi me ministrin e jashtëm kinez, gënjyen dhe thanë që premtoi që do kthente ujgurët 400. Aktualisht janë 5000 ujgur në Siri. Unë nuk besoj që ka gënjur AFP-ja. Jo, nuk ka gënjur AFP-ja, është jo ka gënjur, po vetëm këtë punë ditë bëj. Me AFP me rojtë se me gjitha. Ja, Ahmed Al-Shara unë pres çdo gjë. Mirë, ti. Domethënë që është i pabesa, jo është i pabesa. pabesa. Presim, po prit ta mbaroj. Nuk po them që është burr i mirë. Sepse një njeri që ka prer koka fëmijësh edhe grash nuk është burr i mirë. Pra nuk po diskutojmë atë. Vet, Abu Muhammed. Ore nuk po, ajo është problemi Bagdadin. Atëherë, ajo është lidhja midis tyre është si lidhja midis si besnikëria midis hajdutëve. Dakor, besnikëria midis tyre terroristëve si besnikëria midis hajdutëve. Është për diskutuar. Por në momentin që ti e ngrektën mediat perëndimore që ky do t'ju çojë juve në kin, atëherë si tash grupi më i fuqishëm aktualisht sot për sot në Siri nga luftarët e huaj është grupi ujgur. Dhe në rast se ai grup mund të mbledhë të gjitha grupet e tjera, sepse para një muaji ka pasur një përplasje tjetër me një grup xhihadistësh francez. Në Idlib. Po në Idlib. Dhe qëllimi i arrestimit atij grupi ishte i drejtë nga ana e qeverisë siriane, për arsye se kishin filluar dhe merrnin vajza lokale dhe i përdornin sipas dëshirës tyre. Pra, qëllimi ishte i drejtë i tyre, pavarësisht se pati një përplasje edhe grupet e tjera xhihadiste, pra gjitha ignorantë të tjerë që shkuan dhe që kanë vajtur edhe nga Shqipëria që janë atje, gjithta i dolën në krah grupeve xhihadiste, sepse këta ndihen të tradhtuar, sepse këta aty e kuptojnë xhihadin. Kaq është. Pra kur ti e ke trurin saj kokër vez pllumbi, nuk e çabë, nuk e çishton masaj, ti nuk mund të shtosh vezës plumbit një kek të madh. Nuk e fut dot brenda. Dakor. Vezë e plumbit e fut te keku, po keku se fut dot te veza e plumbit. Po muhabeti është që po lufton me ushtarët e vetën. Po pikërisht sepse ky i ka integruar këta brenda ushtrisë vet. Dhe qëllimi është që të dizintegrohet. Prandaj këto mediat perëndimore nën kontrollin zionist, siç është AFP-ja, Rojse të gjitha, po mashtrojnë po gënjejnë në mënyrë që t'i hapin probleme Ahmed Al-Sharas në mënyrë që Ahmed Al-Shara dhe qeveria Ahmed Al-Sharas të mos mund ta kontrollojë dot territorin me forcat e saj. Pra, territori sirian të fragmentizohet. Në momentin që fragmentizohet territori sirian, atëherë izraelitët
po fragmentizuar janë të parë që përfitojnë sepse marrin Al Suedën edhe gjithatë në kontroll, ndërkohë që qeveria siriane tashmë është në bisedime me qeverinë ruse që forcat ruse të vendosen Al Sueda dhe të largojnë forcat izraelite. Pra izraelitët shohin këtë si kërcënim, nuk dalin dot kundra Rusisë, sepse kanë probleme të mëdha dhe kjo është një marrëveshje që është bërë midis amerikanëve dhe rusëve, pra që derisa rusët ju është propozuar rusëve që ty në këtë territor, domethënë amerikanët janë dakord në këtë aspekt dhe izraelitët duke qenë se s'dalin dot as kundër amerikanëve dhe as kundër rusëve, atë çfarë bëjnë? Nxisim këtë, e fragmentizojmë terrenin dhe rusët kur fragmentizohet heqin dorë dhe nuk vim sepse terreni është fragmentizuar, lufta po rritet dhe neve kemi problem me ushtarët tanë më dhe për këtë arsye lënë. Dhe ky është skenari i gjithë. Pra ta fragmentizojmë dhe ta shkatarrojmë totalisht që Al-Shara të mos mund e menaxhojë dhe kontrollojë Sirinë si Siri unitare. Në qartë. Dhe në momentin që Siria nuk është më unitare, atëherë izraelitët e kontrollojnë gjithçka, por ama mos uniteti i Sirisë. Në këtë aspekt do të kemi një intereson edhe Iranit. Pra në këtë aspekt, Izraeli dhe Irani janë bashkë. Nuk është bashkëpunimi midis tyre, por interesi është i përbashkët. Kaosi i shërben, sepse Irani shërben dizintegrimi i Sirisë për ta përdorur atë si territor, për të paguar para për Hezbollahun për të kaluar, sepse në rast se ti nuk e kontrollon të territorin nga ana shtetërore, atëherë me para Irani do vazhdoj të bëjë atë që thash pak më parë që i përdor ato kanalet, por do t'i shtojë këto kanalet sepse dezintegrohet totalisht. Pra në këtë aspekt, shikoni çfarë bën. Kjo gjeopolitika, armiqtë e dieshëm i bën miq sot. Po pra se më bëri përshtypje një lajm dhe duhet ta kem aty regjia, sikur te Izrael Hayome pa Scholz, sikur Trump ka mandatuar Bin Salmanin, princin e kurorës, mbretin e Arabisë Saudite, si negociator midis Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Iranit. Duhet ta kem aty regjia ku është paga shumë në këto terma, nuk di a jam i sakt. Si e vlerëson këtë Olës? Tani, projekti Trumpit është, Trumpi, ta themi hapur, nuk do luftë në lindjen e mesme. Sepse, sigur e kemi thënë më herët, Trumpi do luftë me Kinën. Kina është problemi për Trumpi. Dhe Trumpi, do më thënë, po bën çfarë do lloj gjë që është e mundur që t'japi fund konfliktit në lindjen e mesme. Trumpi ka hyrë në konflikt hapur me Netanyahun, me imponimin që i bëri atij që të bëj armpushim, me marrëveshjen e Sharm el-Sheikhut, biles për personat që kanë ndjekur fjalimin e Trumpit në Knesetin izraelit, ai domethënë e ka poshtëruar publikisht Netanyahun, i thoshte çfarë do thoshte, luftën e fitove, Nasrallahun e vrave, Hamasin e shkatrove, lekt kam dhënë, armë kam dhënë. Miriam Adelsonin e ke këtu, personin kryesor që e ke agjendën tënde në Amerikë, çfarë do më, i thoshte. Dhe për personat që kanë ndjekur një intervistë ish punëtorit CIA-s John Kiriakou përpara pak ditësh, ai thotë që arsyeja pse Trumpi goditi stacionet nukleare iraniane në qershor të 2025 ishte se Netanyahu e kërcënoi Trumpin, i tha nëse ju nuk e godisni, ne do hedhim bombën atomike. Në mënyrë që mos kishte një luftë të tretë botërore, Trumpi u detyrua që goditi stacionet nukleare. Dhe qëllimi i Trumpit është që të zjerojë të ashtu quajturat akorde abrahamike. Biles ai ka thënë hapur që do t'i ftojmë edhe iranianët të bashkohen këtyre. Çfarë do të thotë akord abrahamik? Braktisje e çështjes palestineze, shitje e kauzës islamike dhe si shpërblim amerikanët do t'japin çfarë duashti. Dhe kanalet e komunikimit ekzistojnë ndërmjet amerikanëve dhe iranianëve dhe duke futur në loj Mohammed bin Salmanin, kjo tregon se sa i dëshpëruar është Trumpi, sepse iranianët deri tani janë duke refuzuar çdo gjë pas goditjes që amerikanët i bën Iranit, dhe ata e kuptojnë që janë në një situatë që nuk kanë se çfarë të humbin. Në anën tjetër duhet kuptojmë pozitën e Imam Khamenei dhe gardës revolucionare, sepse iranianët kanë investuar që nga vitet 1980 deri 2025 me miliarda dollar për ndërtimin e boshtit të rezistencës të Hizbullahit, çlirimin e Irakut nga Saddam Husseini etj. Që e bën amerikanët, dhe kanë bërë investime të para me shpresën që një ditë, sipas teologjisë së tyre, ata do të mundin atë që ata quajnë ushtria e Sufjanit dhe e Dexhallit dhe do shlirojnë Palestinën nga zionizmi.
Dhe në këto momente, Trumpi po mundohet që të krijoj forca brenda Iranit, të gjej pak a shumë një Gorbaçov, i cili do të arrozoj ideologjinë revolucionare dhe çlirimtare të Republikës Islamike. Dhe për këtë ai përdor edhe Mohammed bin Selmanin, por unë dyshoj që do të ketë Mohammed bin Selmanin, Po se Mohammed bin Selmani është personi më i fuqishëm i rajonit Indjes Mesme, njeriu më i pasur, njeriu që drejton ushtritë e vehabizmit ndërkombëtar. Dhe Trumpi nuk di çfarë të bëjë me Iranin. Domethënë është munduar me rusët, është munduar me të gjithë tjerët dhe nuk ka çfarë të bëjë Iranin, sepse iranianët vazhdojnë me insistimin e tyre që ne nuk do ndalojmë derisa në Palestinë të jepet fund apartheidit. Biles më falë, për personat që vizitojnë faqen e Khamenei.ir, aty ke ca postera, dhe në këto postere shkruhet resistance deri në referendum, që do thotë që ne do mbështesim rezistencën e palestinezëve, deri në momentin që Izraeli do bëhet demokraci, do ketë referendum, do bie regjimi fashist i zionizmit dhe pastaj popujt që jetojnë aty, izraelitët, palestinezët, vendosin të ardhmen e tyre. Dhe zionistët nuk e duan këtë, dhe Trumpi si agent i zionizmit po bën çfarëdo lloj gjëje që të jetë e mundur, dhe e bën këtë edhe që në një farë mënyre t'ia mbylli gojën dhe ta izoloj Netanyahu, nga që unë mendoj që Trumpi personin që ka më shumë frikë në botë është Netanyahu, nga që ai është i çmendur, sepse ai nuk do që Netanyahu të bëjë atë që duan mesianikët zionistë, që është Armagedon. Dritan, si e shikon këtë lëvizje, le themi që këtë lëvizje do ta shohim në atë që tha Olsi. Olsi për parë tha që Trumpi është i dëshpëruar për të bërë një zgjedhje me Iranin. Pra, lëvizja është lëvizje dëshpëruese. Aktualisht Trumpi ka Shtetet Amerikës dhe Trumpi kanë tentuar të hynë sërish në bisedime me Iranin. Irani ka refuzuar çdo lloj bisedimi. Pra Khamenei ka dalë dhe ne nuk bisedojmë me amerikanët. Pra çdo lloj bisede, çdo ulje tavolinë me çdo lloj zyrtari amerikanë. Kanë tentuar ta bëjnë ndërmjet europianëve, po sërish edhe këtë kanë refuzuar iranianët, pra as me europianët nuk hym në bisedime, pra nuk bisedojmë fare. Pra nuk ka asnjë interlokutor që mund ta bëjë këtë. Interlokutorët e vetëm që mund ta bëjnë atëherë kanë mbetur Rusia, Kina dhe Arabia Saudite. Pasi Irani ka marrëdhënie me Arabinë Saudite dhe marrëdhëniet nuk i kanë të këqija. Po, ka marrëdhënie me Arabinë Saudite, marrëdhënie të cilat sikur janë antagoniste në lindjen e mesme. Jo, agoniste në lindjen e mesme nuk janë, por ka marrëdhënie të cilat i ka rregulluar Kina. Pra Kina ka vendosur marrëdhënie diplomatike midis Iranit, një grup vizitoi Saudin. I vendosi Kina atëherë marrëdhënie diplomatike para 4 viteve. Pra ata vendosën marrëdhënie diplomatike dhe kanë pasur edhe marrëdhënie të tjera ekonomike me Iranin. Pra aktualisht i vetmi vend në lindjen e mesme me cilin mund të flasi Irani është vetëm Arabia Saudite dhe asnjë vend tjetër në lindjes mesme nuk ka këto marrëdhënie me Iranin. Pra as Egjipti nuk ka marrëdhënie me Iranin, ata kanë marrëdhënie diplomatike, po s'kan këtë marrëdhënie bilaterale, këtë marrëdhënie që ka marrëveshje që kinezët i bën faqe. Pastaj për këtë arsye, prandaj Trumpi ka mundur të zgjidhë kishte 3 opsione: Rusin, Kinën ose Arabinë Saudite. Kinës nuk mund t'ia jepte këtë gjë, sepse po t'ia jepte, ai po bën gjithçka për të luftuar, pra për të ndaluar regjimin. Atëre, Rusisë nuk mund t'ia jepte, se po t'ia jepte këtë Rusisë, atëherë do kishte probleme me europianët dhe probleme të brendshme politike, me gjithë senatin e vet dhe të gjithë njerëzve të brenda që po jep një fuqi të madhe Rusisë, ëndër. Atëherë çfarë bëri zgjodhi Arabinë Saudite. Arabia Saudite është aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në këtë mes është interlokutor, pra pavarësisht ajo atë horizont të medioj, nuk do medioj asgjë, pra nuk do, thjesht do jetë interlokutori, sepse deri tash s'ka pasur asnjë që mbas bombardimit. Ideja e një Gorbaçovi se ishte interesante Dritan, si e shikon që Shiko, në Iran ka shumë Gorbaçov. Në Iran nuk Khamenei nuk i lë. Shiko, në Iran që pas vrasjes së presidentit iranian dhe ministrit të jashtëm, Raisit, kanë nxjerr koka këta. Amir Abdullahian. Po, këta të tjerët kanë qenë si punë kërpurdhave pas shiut, kanë dalë shumë, por ama do kishte ndodhur kjo Gorbaçovit në rast se Netanyahu me çmendurinë e tij dhe Izraeli me çmendurinë e tij, pra Izraeli fashist me çmendurinë e tij nuk do të organizonte sulmin ndaj Iranit. Pra në rast se nuk do të ishte organizuar sulmi ndaj Iranit, pas minimali, po them 2 vitesh, numri Gorbaçovëve, jo vetëm që do ishte rritur, po do ishte fuqizuar pozitat e tyre. Sulmi ndaj Iranit çfarë bëri? I fshiu ta Gorbaçov. Konsolidoi anën konservatore dhe konsolidoi anën nacionaliste të Iranit. Biles më fal të ndërpres, nëse shohim luftën 12 ditore.
qëllimi i Izraelit ishte zhdukja e krerëve të gardës revolucionare dhe vrasja e Khameneit. Por ata dështuan që ta vrasin Khamenei. Sepse ata e dinin që në momentin që do vritet Khamenei, do ketë rënje të regjimit. Bile nëse përpara ndoshta një javë, tha ky presidenti që është tani Pezeshkiani, tha nëse e gjen diçka Khamenein, do na bjerë Republika Islamike. Pezeshkiani është nga këta Gorbaçovistët. Është pjesë e nuk është i hapur, nuk është si Rouhani. Nuk bie Republika Islamike edhe me vrasjen e Khameneit, por ai është një nga Gorbaçovët. Gorbaçovët që mund po nuk ka fuqi, sërish i ka rënë fuqit pra me këtë luftën ndërmjetëtore i kanë rënë fuqit. Pra po mundohet, por nuk është më vendimarrës. Dhe të sqaroj gjithçka për përpjekjen e amerikanëve dhe izraelitëve për të Gorbaçovizuar Iranin. Kjo nisi që në prill 2024 me vrasjen e president Raisit, që e vran afër Azerbajxhanit. Se Raisi është nga veteranët e luftës e revolucionit islamik iranian, është gjenerata e Khomeinit dhe Khameneit. Vendosja e tij si president i trëmbi shumë amerikanët dhe izraelitët, se me atë erdhën në pushtet garda revolucionare. Ai ishte njeriu i gardës. Dhe po shikoni, sidomos që nga mujahidinët e Manzës dhe gjitha këto grupet diversante që sponsorizohen nga CIA dhe Izraeli, të gjithë ju vërsulën e tregonin Raisin si the butcher of Teheran, kasapi Teheranit, dhe vrasja që i bëri, ndoshta Mossadi e bëri vrasjen e tij, ishte pak a shumë pjesë, domethënë amerikanët e kuptojnë që me luftë totale ata nuk e përmbysin dot Republikën Islamike. Biles prandaj Trumpi u çmend dhe amerikanët kur Netanyahu sulmoi në mënyrë të papritur Iranin në qershor 2025. Sepse sulmi e ka konsoliduar Iranin. Domethënë deri përpara sulmit të shikojen në për stadiumet ku lozin futboll iranianët, publiku thoshte poshtë Palestina, rroft Izraeli. Dhe qeveria nuk ishte çati bënte. Njerëzit kur dinin në rrugë, si kur ishte kjo protesta e Mahsa Aminit, ku edhe këtu në Shqipëri disa shoqata të paguara nga amerikanët dhe evropianët dorën ca gra, prisnin flokët edhe shanin hoxhallarët. Në këto protesta, një nga sloganet e protestuesve ishte poshtë Palestina, Mergberg diktator, vdekje diktatorit, Mergberg Gjumhuria Islami, vdekje Republikës Islamike. Por për mua, sulmi i qershorit që Netanyahu i bëri, është dhurata më e madhe për revolucionin islamik dhe Khamenei, sepse deri në këto momente, iranianët, se ne jemi gjenerat e vjetër, iranianët sot miq janë sikur ne shqiptarët në 1989, ku e urrenim regjimin komunist, edhe mendonim që kur ta përmbysim në këtë regjim do vi perëndimi do na mbaj me Luk Florini. Dhe kështu mendonin edhe iranianët, ata thonin që gënjejnë këta hoxhallarët, këta po sakrifikojnë Iranin për Islamin dhe për Palestinën, ama kur Izraeli bombardoi ministri, shkolla, spitale, televizione tjerë, çfarë ka ndodhur tani në Iran është që personat që deri dje e urrenin Islamin edhe Khamenein, tani kanë dalë dhe brohorasin pro Republikës Islamike. Domethënë, sulmi që i ka bërë Netanyahu ka qenë një nga gabimet më të mëdha strategjike të zionizmit. Dritan, që ta mbyllim se do vetëm një gjë, kur ju thatë që e vrau Mossadi President Rais. Atëre, unë po ju jap një opsion tjetër, që kur vra President Rais, turqit ishin ata të parë dhe të vetmet të cilët ofruan ndihmë me dron për të identifikuar vendin e rënjes. Ndërkohë që askush nuk e dinte vendin e rënjes. Dhe iranianët e pranuan ndihmën turke dhe turqit dërguan një dron Bayraktar special për këtë punë. Dhe droni vajti direkt mbi vendin e rënjes. Dhe aty ku përcaktoi vendin e rënjes, droni, po të shihni edhe, unë më vjen keq se nuk e di të hapi pse po do të kisha atë fotografinë, e bërë nga Flight Radar 24, droni pasi identifikoi vendin e rënjes sakt, bëri në ajër edhe flamurin turk. Pra gjysmë hënën me yllim. Edhe u largua pas nga hapësira ajrore iraniane. E çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që
I vetmi vendi i cili përcaktonte saktësisht se ku ishte vendi, ishin vetëm turqit. Dhe turqit thanë ne çojmë dronin dhe ne i gjejmë ku është vendi. Si iranianët kishin 12 orë nuk gjenin ku kishte rënë. Atëherë turqit erdhën dhe i gjetën menjëherë vendin. Pra, kush e di vendin? Dritan, çfarë do thuash me këtë se s'po të kuptoj. Po që turqit për mendimin tim janë përzierë në vrasjen e Raisit. Ka mundësi. Dhe janë ata dhe jo. Po, më fal, themi një detaj tjetër për shikuesit tanë, kur ka ndodhur lufta 12 ditore, dronët që bombardonin Teheranin kanë ardhur nga Baku, nga Azerbajxhani. Po, sepse kanë një bazë izraelitët atje dhe kanë një marrëveshje bashkëpunimi prej vitit 2022 me Azerbajxhanin për bashkëpunim ushtarak. Dhe edhe një detaj tjetër që u deklarua përpara pak ditësh nga më duket ministri i brendshëm apo i mbrojtjes iranian, ishte një hoxh me çan, po e shikoja në internet, ai thoshte që ne zbuluam bazën nga na vinin dronët, donim ta kundërsulmonim, por në rast kundërsulmi ushtria turke do të hynte në luftë kundër nesh. Orës falenderoj, Dritan të falenderoj, si gjithmonë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku, natën e mirë.